Ata që I ke dashur fort dhe sot nuk janë më pranë teje. Nuk janë të humbur. Vepërmirët janë në mëshirën e Atij që I do më shumë se ti. Ata janë nën kujdesin e Allahut, I cili nuk harron asnjë lot që ke derdhur. Mos e mendo vdekjen si fund. Për besimtarin, ajo është fillimi I pushimit dhe paqes. Ata nuk kanë ikur për gjithmonë, vetëm kanë kaluar në një botë ku nuk ka dhimbje. Profeti Muhammed a.s. na mësoi se kur njeriu vdes, veprat e tij ndërpriten përveç 3 gjërave: një sadaka e vazhdueshme, një dije që u sjell dobi të tjerëve dhe një fëmijë që lutet për të. Muslimi, ti je ende mundësia e tij. Ti je drita që mund ta ndriçojë varrin. Çdo lutje e jotja është një përqafim nga larg. Thuaj nga zemra: O Allah, mëshiroje shpirtin tim, shpërbleje për të mirat dhe falje gabimet. Bëje varrin vend drite dhe qetësie dhe na bashko në xhenetin tënd.